Veshja tradicionale e Medvegjes, një thesar I gjallë kulturor që kërkon mbrojtje urgjente nga UNESCO. Në një kohë kur globalizimi po fshin ngadalë traditat më autentike shqiptare, veshja tradicionale e krahinës së Medvegjes qëndron si dëshmi e gjallë e historisë dhe identitetit kombëtar. Nuk është thjesht një veshje, është simbol I krenarisë, I artizanatit të rrallë dhe I vazhdimësisë kulturore që brezi pas brezi ka ruajtur me kujdes të jashtëzakonshëm. Çdo element I saj ka kuptim. Shëndisjet tradicionale, prerjet karakteristike, materialet e përzgjedhura dhe ngjyrat simbolike nuk janë thjesht zbukurime. Ato tregojnë jetën shoqërore, shpirtërore dhe historinë e Medvegjes. Krahasimet me veshjet e krahinave të tjera shqiptare tregojnë qartë se kjo traditë ka një identitet unik, të formuar dhe të ruajtur në shekuj. Roli I studiuesit Rahman Hyseni është I pakonkurrueshëm në dokumentimin shkencor të këtij trashëgimie. Ai ka publikuar 2 katalog të plot për veshjen tradicionale të Medvegjes dhe është në përfundim të katalogut të tretë, duke pasuruar jo vetëm arkivin kulturor, por edhe njohurinë akademike mbi një traditë që duhet të mbrohet me çdo kusht. Por realiteti është shqetësues. Harresa, globalizimi dhe mungesa e mbrojtjes institucionale e rrezikojnë ekzistencën e saj. Veshja tradicionale e Medvegjes nuk duhet të jetë thjesht një relikt muzeal. Ajo duhet të jetojë në komunitet, të transmetohet dhe të njohet ndërkombëtarisht. Futja e saj në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s do të ishte një hap vendimtar. Njohje, dokumentim dhe garantim për gjeneratat e ardhshme. Kultura e Medvegjes është dëshmi e gjallë se identiteti shqiptar nuk është thjesht histori e shkruar, por përvojë e përjetshme, e cila flitet përmes artit, artizanatit dhe veshjes tradicionale. Ruajtja e saj është detyrim moral dhe kombëtar, ndërsa njohja nga UNESCO do të shërbente si vlerësim ndërkombëtar për një trashëgimi që flet fuqishëm për historinë dhe shpirtin e shqiptarëve. Në fund të fundit, veshja tradicionale e Medvegjes nuk është thjesht peshqir apo lëkurë e zbukuruar. Ajo është gjuhë historie, simbol identiteti dhe pasuri kulturore e paqmuar, që meriton të mbrohet, të respektohet dhe të njihet nga bota.